Zoti ynë është shumë i mëshirshëm. Mëshirën e Zotit ton mund ta vrejmë në çdo segment të jetës sonë. Madje edhe kur ne bëjmë gjunahe, e vrejmë mëshirën e Zotit. Zoti i Madhnushëm në Kur'anin Fisnik na ka mësuar kështu: nëse një njeri vendos e ban një jetë, ka për qëllim me ba një vepër të mirë, po nuk e bën, e ka një shpërblim. Po nëse e bën, i ka 10 shpërblime. Kurse nëse një njeri e bën një jetë, ka për qëllim vendos që ta bëj një vepër të keqe, por nuk e bën, nuk ka asnjë ndëshkim, nuk ka asnjë gjuna. Po nëse e bën të keqen, i shkruhet vetëm një gjuna. Pra ky është dallimi i shpërblimit të së mirës dhe i ndëshkimit të së keqes nga Zoti ynë i dashur. Pra edhe kur ti bëjmë gjuna Zotit, ai e manifeston mëshirën e tij, kurse kur të bëjmë vepra të mira, e manifeston gjithashtu bujarinë e tij, duke na dhuruar shpërblime të shumëfishta. Andaj secili prej nesh le të lidhet sa më shumë me Zotin ton të dashur, për të pasur një jetë të qetë, të lumtur, pa stres, pa brenga në këtë botë dhe xhenetin në botën tjetër.